Lëkundje tërmeti me intensitet 4 ballë të shkallës Richter janë regjistruar paraditën e ditës së hënë në qytetin e Vlorës. Specialistët e Institutit Sismologjik në Tiranë bëjnë të ditur se lëkundjet e tërmetit me epicëndër 13 km në lindje të qytetit të Vlorës u regjistruan rreth orës 9:17 minuta. Lëkundjet e tërmetit janë ndjerë në epicëndër, zonat përreth, por edhe në qytetin e Vlorës. Nga të dhënat e deritanishme nuk bëhet e ditur të ketë dëme materiale apo të lënduar. Tërmetet të shpeshta po regjistrohen në vendin tonë. Vetëm 2 javë më parë, një tërmet me magnitudë 3.5 ballë sipas shkallës Richter u shënua në afërsi të qytetit të Bulqizës. Harta aktiviteteve sismike e publikuar nga Instituti Sismologjisë tregon se brenda 10 ditëve të fundit janë regjistruar 10 tërmete me magnitudë nga 2 deri në 4 ballë. Por sipas këtij instituti, aktivitetet të tilla sismike janë të zakonshme për vendin tonë, i cili klasifikohet si një zonë me aktivitet të lartë. Zonat me rrezikshmëri më të lartë të klasifikuara si zonat sismogjene, për sa i përket rrezikshmërisë në vendin tonë janë zona Vlorë, Elbasan, Dibër, zona e Shkodrës dhe zona e Liçenit. Tërmetet të kësaj shkalle janë ndjerë her pas here në vendin tonë, i cili regjistrohet në listën e vendeve që kanë aktivitet të lartë sismik, ku përfshihet gjithë zona e Ballkanit.